mëngjesi. Ato kam buskuq të dhamët. Op, që na lodh. Unë duket vetë si vezë. Si jeni, si po ja kaloni, si po ju shkon dita, qa kemi najt dre, najt vjetër. Do iki të bëj kolacione me një shoqe që ka pas ditëlindjen, kështu që do t'i qoj edhe një dhurat. Pastaj kismet. Me qefe kam me ik te kinezi, më parë se ka një fustan të kuq, se me duhet një fustan i kuq. Tani po du me i marrë një bilet urimesh, po cilën me zgjedh. Se këto shisat bukra janë, po janë për 3 vjeç. Ajo ban 28, no, 27. Emma saluta, devi dire in albanese. Mamma. In albanese. Përshëndetje. Përshëndetje. Po pres një shoqe timen me ardhme marrë edhe do ikim në Oreo Center. Po kjo do qumë qakiza. A qumë qakiza ti kam mahin, kështu që tash po i marrë. A thua është kjo budalja? Kemi ardhur për shopping. Ma dove vado? No. Nuk më pëlqen. Jemi të Bershka tani, edhe Erika po provon një kostum. Kështu janë këto dhomat e ndrimeve, këtu të Bershka, e kanë atë vrimën aty. Kështu që nëse do mu më shef e me provu senet në privat, nuk mundesh sepse shef dynjaja nga vrima. Nuk muj me ja u tregu se si do i rije, sepse janë roba plazhi edhe kështu që nuk më duket e përshtatshme. Kjo është dita më e bukur e jetës time, sepse kemi hyrë te Zara me provu këto senet, edhe kemi marrë atë dhomën e ndrimit madhe, s'na ka qellu asnjëherë, edhe kështu që mund t'i krahasoshim bashk gjitha rrobat. Si përfundim, Erika do marri këtë. Tregoje pak kështu? Kështu? Ua, çfarë princeshe! Yll bote, okej. A e kuptoni pak që Erika është e fiksuar me të verdhën? Shife 1, 2, 3. Kret verdha, shnet. Ma ka sale. Sa ki? Sonte unë po pi, e nuk ka të mani. Sonte unë po pi për ty. Më ngjo. Ku janë screenshotat më njeri? Atëhere, as nuk e majnë men. Kam dalë yll bote? As nuk e majnë men se qa është se një funi që kam regjistru nuk e majnë men. Da nuk e dim ka kap një fije si tip ka kap një adrenalin kërcimi, edhe s'kam pija Coca-Cola, Red Bull, hala. Por nejse, kam baca pyetje, po kam vu një sen kështu për me mba pyetje në Instagram, edhe thash përgjigjem këtu, sa të përgjigjem aty, sepse kam qef edhe me ba, thash e theme, muhabet, me falë, se s'myllet goja një sekund, edhe ndërkohë kam me kap flokët. Një ndër pyetjet ma të shpeshta që më vinë, është si ke shtu pesh. Moj zemër. Shumë vajza më kanë shkruajt si ke shtu pesh. Është shumë kollaj si kam shtu pesh. Unë s'kam qenë ndonjëherë tipi që shtoj pesh kollaj. Do të thënë gjithmonë kam qenë fizik i dobët, edhe me metabolizëm shumë të shpejtë, edhe kështu që nuk shtoja pesh kollaj. Kështu që me të thënë të vërtetën, kjo pesh që kam shtu tani, është pesha ime normale. Është pesha që kam, o çatu më grujt huna. Është pesha që kam pas pothuajse gjithmonë, sepse unë tani peshoj 55 kg. Ndoshta dikush mund ta ketë bezdi se flas për numra, po tash jam të dash me fol taman, me tregu taman. Dhe para disa muajsh, për disa situata, se tash i dini, arrita me peshu diku te 47 kg, 46 kg. Jam të dash me i tërheq flokët aq shumë sa që duket sikur kam bë foxy eyes. Po pastaj e di se kam mëndhem të kryt. Edhe kur kam arrit me peshu 46 kg, peshoja aq pak sepse nuk e di, stomaku nga situata që po ka e loja, stomaku im nuk pranonte ushqim. Do me thanë, o nuk haja hiq, o haja shumë pak, o atë që haja më vinte me e vjell, sorry, po ashtu më vinte me e vjell pastaj. Kështu që nuk, do me thënë kam humbë gjithat pesh veç për këtë arsye. Pesha që unë kam shtu tani është sepse e kam marrë veten, jam ma mirë, edhe kështu që kam shtu peshën që gjithmonë pothuajse kam pas. Okej, ndoshta s'kam qenë 55, ndoshta kam qenë 53, po prapë se prap
aty kam qenë. Për që nëse ti më pyet, do doja shumë me të këshillu, ama në qoftë se ti më pyet si e ke shtu peshën, s'di që me thanë, s'di qysh me të përgjigj, e qa me të këshillu, sepse, si shta thash, këtë peshë kam shtu veç se kam fillu me hangër tamam. Thanë rash në një qëtësi ma shumë me veten, edhe kështu që një nisa të hangër, e sunala. Tani, me të kallëzu drejt, jam të dash me munu, me hangër ma pak, ose në orare ma të mira, sepse me të vërtet këto kote funit e kam tepru, edhe kam hangër shumë budalliqe. Kështu që jam të dash me munu, po edhe zdi edhe pritoj, ama tu pa tu ba. Edhe me të thënë vërtetën, unë nuk e kam vure që isha duke shtu këto kile për sëri, veç kur e vuna re që fillun robat mos me mba ma. E thash, opa, shopping. Edhe në lidhje me që po flas për këtë pjesën e peshës, me thanë djetë cili ishte shkaku, sepse unë mba ashtë shumë kile. Lodha. Në lidhje me këtë, më kanë ardhur një dy pyetje se s'du me fol gjatë për këtë temë. Edhe në lidhje pasaj normal me marrëdhënien që kam pas, më kanë ardhur disa pyetje edhe i kam zgjedhur vetëm dy. Me ish partnerin, as kam ma shpres me u këthy bashk, jeni kanë shumë qifti mirë, po na mungoni. Edhe a jem mirë shpirtërisht edhe me Kristin na mban shoqëri pas ndarjes. Atëherë, me jetu me shpresë rikthimi, nuk jetoj me shpresë rikthimi, sepse sinqerisht sot nuk besoj se ka rikthim. Edhe unë e Kristi nuk flasim me pyet njëri tjetrin, na si shkoj sot, o kështu, nuk kena muhabet. Vetmja arsye për të cilat unë edhe Kristi flasim është në qoftë se ka diçka. Për shembull, unë tani po pres një zarf, edhe adresa ime dhe ky zarf rezultonte hala adresa e shtëpisë ku rria me Kristin. Edhe kështu që i kam shkruajt, e i kam thënë në qoftë se vjen ky zarf, lutem trego që di ta marr. Nuk është se kemi komunikim të përditshëm, nuk thos kemi komunikim hiç. Kemi komunikim vetëm për këto arsye këto sene që po them tani që po shpjegoj. Me pas në i rast që nevojitesh me se zban me fol. Se për qef, jo, nuk folim. Edhe nuk e shoh as të arsyeshme, do të thënë nuk e shoh të nevojshme. Nuk e shoh se nuk kemi as sen për t'i thënë njëri tjetrit kështu. Ato që ishin për t'u thënë janë konsumu muhabetet, janë thënë, janë fol, shnet. Për që, jo, nuk kemi shoqëri. A një pyetje që më vjen shpesh, pastaj është si i bën vetullat. Unë i kam bë plot video si i bëj vetullat, po në fakt unë YouTube nuk e kam tregu, ama do ta tregoj edhe këtu në YouTube, se si i rregulloj vetullat. Një pyetje tjetër është, a kam tatu? Po, kam tatu, kam një 6 tatu, edhe kam qef me bëj edhe të tjera, sigurisht. Unë jam fan se tatuve të vegjël, të lezetshëm, i kam disa pak më të mëdhej. Ndoshta për disa edhe jam penu, për pozicionin ma shumë se sa për atë që kam shkrujt o mënyra, se si është bë tatu. Po, nejse shnosh. Edhe pyetja e fundit të cilës do i përgjigjem është, cila është ëndra jote akoma në zyrtar? Atëherë, në qoftë se unë, për tipin që jam unë, do kisha shumë qef me e tregu, ama kam disa ëndra në zyrtar, po duke qenë se janë hala në zyrtar nuk i tregoj dot, sepse jam tipi që menon që pëse marrim sysh, nuk më realizohen, edhe du të fokusohem, du diçka ta them, kur të jetë kry si muhabet, jo me e fol para kohe për marak të me thënë. Se ma mirë është me e tregu i sen kur është ban, se sa me fol najer, e pasaj si dieta dhe njerëzit menojnë, no. Kështu që do kisha qef me nda ëndrat e mia në zyrtar, po ma mirë t'i majnë menjen time i herë. Po ma mirë t'i realizoj herë edhe pasaj po t'i tregoj. Gjithsesi kjo ishte videoja për sot, as nuk e di se qa ka dalë, nejse u munën pak me muhabet në thashë theme, jo çdo video ka me dalë gjatë 30 minuta. Edhe nëse s'ke sa për të bërë, shko shi videot e tjera, okay? Edhe shko më ndiqni në Instagram e në TikTok. Love you!